Është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqoni me Koha Vizionin dhe me Klam Radio, por shpresojmë që ka qenë dita e mirë, edhe pse ka qenë ftoftë, ka pas kohën, edhe po kish pas rreshjet borës edhe në Republikën e Kosovës, edhe në Republikën e Shqipërisë kishin bot madhe rreshjet e para. Po ato kur të kanë kohën vin, kështu që mos e bëni shumë madhe. Por ndryshe nga ky moment deri në orën 17 jemi me Koha Vizionin, ndërsa deri në orën 18 jeni me Klam Radio dhe me emisionin Drive Me Crazy. Edhe sot si çdo ditë tjetër kena me diskutu bashkë një temë që kemi përzgjedh për me e fol bashkë për gjatë këtyre 2 orëve sa kena me qenë bashkë me Koha Vizionin, 3 herë thash bashkë. Një orë kena me qenë me Koha Vizionin, edhe në pjesën e dytë kena me qenë vetëm në radio bashkë. 4, tash numërami tash e tutje bashkë. Edhe tema është këtu, në një ditë me shi, më pëlqen të ju e vazhdoni fjalën. Çka ju pëlqen që të bëni në një ditë me shi? A keni qef me flajt, a keni qef me dal me shëtit, me boni gjiro, me vetur, me bloku komunikacionin që edhe është i blokuar, ose a keni naj preferencë tjetër, me këshu naj film, me shku dikon, me uthu. I tha krejt Fiona, ju më stërne, s'keni nevoj. Më thonë, vish, bëni me thirë me thonë, përshëndetje, jem të ju ndërgju qysh ta Fiona. Është ajo pika numër 3. A më kuptan, jo me qysh ta Fiona, që aty? Edhe nani. Me orientu pak. S'ka më nevoj me orientu, më zbaj gore, që me orientu dur të tanë komunikacion që janë. Juve që zgjadni, 1, 2, 3, 4, 5. Që shpejt para se me nis po më nej kongën, para se me ndëgju kongën e parë që e kena, ju të regoj për një foto që ka arrit e para, edhe për na tregon për daljen e autostradës në Fushë Kosovë që është me kolon gjatë në këto momente. Dafina Zeqiri Shpat Deda natën. Në 7-8 në vaj përveç kanë fillu me arrit edhe informatat e para. So për informatën fillimisht jemi drejt për drejt në YouTube, jemi në glamradio.fm, në koha.net, pra mund të me na gjetë gjithandej drejt për drejt në Glam Radio Vedini 88.6 102.0, në 2 frekuenca mundeni me na gjetë. Sa përket komunikacionit, ju tregoj një herë ku mundeni me shku me rimbush makinën me derivate, se kolon ka, po shkonit në Çaklaviz, 2 anë të rrugës, Petrol Kompani ka super çmime, 1.18 për litër keni benzinën e dizelën dhe në Ajvali e keni 1.17. Mos harroni që për secilin rimbushje që i bëni vlerë më shumë se 10 euro, futeni lojë shpërblys e merrni një kupon edhe kështu mundeni mu bo fitues potencial i një veture që po e dhuron Petrol Company. Për ndryshe komunikacion ka në këto momente edhe pjesa hyrja në Prishtinë nga Fushë Kosova, saktësisht nga kazerma Demi Ashari me kolon gjatë deri tek udhkryqi i katedralës. Rruga Tirana është e ngarkuar nga stacioni i trenit për dekreti brapa stadiumit, mi u qas rrethi duplex, ka kolon nga fshati Shkabaj. Kolon e gjatë është edhe në rrugën Agim Ramadanin drejtim të komunës dhe Anasjeltas. Këto janë informatat e para që kanë arrit në komunikacion në 04997898. E për ndryshe e kemi edhe telefonatën e parë që Fiona po e pret me padurim. E vërtet. Isha tu i lezu të lajme se lidhur me komunikacionin sot domethënë është në gjendje të tmerrshme edhe se përket numrit të aksidenteve cim. Po du me ta tregu veç që lajmin e fundit Kohanet që ka publiku para disa minutave që një autoambulancë që ka qenë duke e çu një pacient në spitalin në ÇGK nga Peja po i bjen, është godit nga brapa nga familjarët e pacientit që kanë qenë duke përcjell autoambulancën. Ata ma shpejt se ambulanta, grajti ma shpejt. Ata domethënë kanë godit ambulancën edhe në kësha ambulanca. Jo, tash fatmirësisht pacienti nuk ka psu lëndime të tjera, se megjithatë ai me siguri ka pas diçka serioze përderisa ka qenë tu u dërgu në ÇGK. Shoferi pas ka psu pak lëndime, po megjithatë situata është nën kontroll. Mandej në Komoran çka kish ndodhur një katrahure vërtet, po besoj që kolona atje është tepër e gjatë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fiona. Hajde në gjatë, përshëndetje, si je? Mirë, faleminderit, dhe juve gjithmonë mirë. M'vjen mirë. Tregom në gjatë në një ditë me shi, si kjo e sotmja për shembull. Çka të pëlqen me bo? Në ditë me shi, me pëlqen të lexoj libra. Ki qef me lezu libra, a ke fillu diçka sot? Po. Hajde na trego pak. Kështjellën e Ismail Kadares. Kështjellën? Ismail Kadares. Okej, besoj e ke lezu dhe më herët se na ke tregu dje ose nuk e di kur që e ki të preferum.
jo në moshën 68 vjeçare fjona, di gjarat harrohen. E tash do të më i lezu prap. Mirë shumë. Faleminderit në gjatë, përshëndes. Ka që kam lezu këto, e kam harru, e tash e përtritet. Po, mire ki. Unë e lezova një verës dhe harrova, me pyet dikush çka. Flet me libri. Çka ka? Po marrë se unë. Pak marrë. Vetëm fizikisht në gjatë. Pak marrë është, po. Përshëndes me memorien është ai jena si ofër ose maketë. Faleminderit shumë, gjithat mirat. Të më këqyr me çudi? Po jo, edhe me memorien kisha den. Memorien dhe? Po, kisha që po, se me gjona tjera, po. Okej, nejse, ani mirë është. Enza Hom është në Çaglavicë, në kilometrin e 6 drejtim Ferizajt nga Prishtina, për juve që doni me shku edhe me i pa mobilet e mrekullueshme që i keni me shumë stil edhe komoditet. Shkoni tek Enza Hom edhe përfitoni nga ofertat e fundit. Enza Hom Kosovë nëse kërkoni në rrjetet sociale. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje për juve. Kush na përshëndet neve? Jem Etuni nga Lladova e Xhilanit. Si e? Si kalon? Mirë, faleminderit, jo. Po më vjen mirë edhe na jemi shumë mirë. Tregom në një ditë me shi. Më pëlqen të Flej vallaj. Flej bret, flej. Ta për një. Po s'potlojnë dhe s'potlojnë, a më të pëlqen. Ose vish me ndru krohun. Ha, mirë e ki. Me mujt, mos me livrit as krojnë, mos me ndru, alo ma mirë i shkon. Po tani po pijet një. Po let pijet, s'kom qka i bëj. Kalov si mirë. Kalov si mirë dhe ti. Po bre. Gjumë të mbëj. Është dhe më thonë kjo puna e shiut ta jep një farë ndjenje. Unë për ndryshë sot e kom bo një tretman, çka më i thonë, që e kom ndru moti edhe që kolegu ima ka premtu moti, po që nuk është realizu, kështu që shkova vetë se ke dita ideale sot për me bo një Japanese head spa. Kështu që edhe një uftoj me shku se përni me jo vetëm që të relakson në një ditë sigur kjo, por edhe unë kom kesh do me thonë për disa minuta. 032200000 është numri i telefonit i Swiss Diamond Hotel Prishtina. E keni në qendër në zemër të qytetit, më falni, se në qendër jena na. Edhe mund të telefononi me rezervu një termin për kur do që keni nevojë, shkoni atje dhe shfryzoni edhe gjithta shërbimet e tjera të jashtëzakonshme që ofron Swissi, përveç sallave, përveç kuzhinës, restoranit etj. Alo. Apo të vjeni noti? Përshëndetje Asman, çushje? Ma hekeni gojtë, thuj. Asman, tregom çka të pëlqen ty me bon në një ditë me shi. Përveç lumit, edhe me pos në tramesh, me fërgu edhe me fërgu mesh, ki qef me boskar. Normal. Mirë shumë, edhe kjo ide e mirë, faleminderit. Mundër që më shumë nuk ka bërë rutin mjë thirë të jo. Jo, e mirë ke edhe përgjigja. Jo që kom shka me thonë, jo përgjigja ke e mirë, ki qef me fërgu me pjek mesh. Po edhe me pasoj. Kam mjë thirë shpesh. Faleminderit Osman, e vlerësojmë shumë që gjenë kohë me na telefonu. Iko? Noli që është nëjse. Ju ndërprej me siguri. Jo, me Noli, s'po du më vazhdojsh me për juve. Komunikacioni në këto momente për juve që jeni në përvetura, po vazhdojme, po presim me na tregu. Luli na ka tregu një foto, na tregon se ka kolon prej Çaglavicës ose të qasja për të krethi i Çaglavicës. Bo një blok, jo bre lol më sugot. Pastaj e ngarkuar është pjesa e rrugës Agim Ramadani nga Udhkryqi i Menzës te komuna Vana Sjelltas. Poshtë Veternikut ka kolon për të krethi duplex dhe ngarkuar me kolon shumë gjatë është pjesa nga fshati Shkabaj deri tek stacioni autobusëve. Këto janë informata që kanë arritur në 049978 Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Alo, mirëditë. Mirëditë edhe për ty. Ju përshëndet Setova. Si edhe si kalon? Mirë, valla, jo, ani mirë, Mikaili. Mirë, faleminderit Mikail, edhe na mirë jemi. Tregom në një ditë me shi, më pëlqen të? Alo? Më pëlqen që po më pëlqen por punëtorët e ndërtimtarisë ta bëjnë pushim se në shi nuk punohet. Do më thonë po tu në një ditë me shi më pëlqen të rri. Që kaq? Po s'ka punë, s'ka kurrë. Do të në pushën pa. Po mirë e ki. Se ta më gjithë e presmi në bere shi edhe pushën pa. Okej, do më thonë ju kur bjen shi nuk punoni, apo? Jo, nuk, për jashtë ta punoj që të punoj. Okej. Po kuptoj. Faleminderit, kalofsh mirë. Faleminderit Miçail, edhe ti kalofsh mirë pas një pasdite të mrekullueshme. Përndryshe Prishtina Ticket.net ndash i Borex Nisane. Do të thonë ju
dërgon në drejtim të Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, Parisit dhe anasjelltas edhe ato me çmimet më ekonomike. Pra, nëse doni me udhëtim këto destinacione, zgjidhni operatorin më të madh në aeroportin e Prishtinës, pristinaticket.net. Ja e rrobës. Alo. Dërgon në drejtim të Gjermanisë. Ndaleni televizorin, ju lutem, kur na telefononi. Kjo vlen për ju që na thini për herë të parë, ndoshta na dëgjoni për herë të parë, po kanë njerë këto gabime po i bëni edhe ju, që jeni me neve tash sa vjet. Alo. Që vish pak se e nala që ato. E nale. Po, jo. Alo. O, përshëndetje. O, përshëndetje Batir. Po si jeni? Mirë, si çdo ditë Batir, mirë për mrekullim. Tregom çka ke qef me bu në një ditë me shi. Vallai, më shumë ti kon qef me luajt shah edhe dëgërgjik. Me lujt shah edhe që është ajo tjetra? Dëgërgjik ose ti. Një lojë tjetër, po cicmec i thoni ju trit, po. Unë e Batiri thojnë ashtu. Batir kryetarin me veç ka janë ato. Po cicmec është loja, domethënë me 3 kokra, me 6 kokra, 6 me 6. Ah, okay, po më duket ajo me zeza me të bardhë. Okej, A non me non koka. Pas ka më të madhe kjo. Edhe me koni lung këto loj. Me të vjetrës e trit nuk din. Po mirë dhe, po me na i shoka, me na i familjara, me kon. Me shok, s'tu luaj i shah. A fiton heq Batir? Shamat? Ja, luajn veç kështu. Ja ulshon kë, se kë me anis ashtu ja u fiton gjithë lojën. Jo, vallai, shojnë nuk e luaj bashmire, që të misin e luaj kur i lidhëm. Po, kratë shpilëm ka njështë apo bëj edhe 6 me 6, që shpo thot simi ajo? Po. E një me një? Një me një, banë o një me një. Të pëmdo këtë vish me tek, koka? Një me një, banë qush, jo. Ja, ato janë gjarë, 9 kokra pasur, 9 kalamosh edhe janë... Jo bardhës dhe qështë dhe ti. S'ka pas atë. Kalamosh pasur. Në gërgjek, dikush i thetë, si smith, qa po di une. Qasi me rëndësi, faleminderit Batir, përshëndes. Hupëm kohë, shumë luaj e mirë, është aja... Kretë të loj kanë talë pe i burgosin që kanë shpi. Që kanë dasht me vra kohën, kill time që thojnë, me shty kohën. Po kill time. Se me përkthy shqip, do më thonë me vra kohën. Me sa ka tu. Tung, përshëndesim në aty, faleminderit shumë. Tung, se po ka një ditë sot me folë, pa lidhje, bashk. Shumë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Zveqën nga Përzeni. Si e zeq? Mirë. Si kalon? Pa, mirë, falë zote. Hajde tregom në një ditë me shi, më pëlqen të... Të flej. Të flej, do më thonë edhe ti ki qef me flej në ditë me shi. Pa, mas mirë janë të bëna të kohë, në gjumit mas mirë janë shko flen. Okej, për ty. Faleminderit shumë që na ke thirrë të fala krejt Prizrenit. Faleminderit, ne ju përshëndesim ju. Hajde pas një pasritet mrekullueshme. Shona aninin ullë që aty. Për ndryshe, po jo, se që mu nuk më pëlqen me flejt. Po krejt për pëlqen me flejt. Shoj e një ullë që aty. Po presim tash dikush që ka qef me nejt qut, ata që kanë qef me pas internet, telefon. Kush ka qef mu që në gjasht, për shambull? Po për ndryshe një tip mini, tip super dhe tip max me pas me një dit me shit knaqse edhe mund është me ndëgjua me shiku që ka dush për mes internetit. Ipko për ata që jenë përdorus me para pagimi ka bo 3 pako, 3 super pako, edhe për juve që jeni para pagus me tek Ipko, shkoni njënin prej dyqaneve dhe pyetni për këto pako dhe aktivizoni njënin prej tyne. Është një super mundësi që e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na telefonon? Skënderi nga Peja. Si e Skëndera, je mirë? Mirë, atë vargë. Çka preferon Skënderi me bo në një ditë me shi? Kuro shi, mune... Si sot, për shembull, prej mëngjesit, prej natës? Adhëru si sportit edhe i gjyëtis. Shkojnë gjyëti, për vjen borë, edhe shi, shkojnë gjyëti. Edhe? E marrë gjipin edhe shkojnë gjyëti. Gjithë ditën atje, a? Ka një fshat mirë. Bravo, bre. Bravo. Në cilin rajon është i lejum gjuetia, se s'kam informacion hiq për këtë pjesë? Po, tash janis edhe pak. Po shkoha. Okej. Ta të vjen bora. Faleminderit Skënder. Kujdes veç. Hajde tung ju përshëndes. Hajde, faleminderit, përshëndes shumë. Po dalë ai kune po dok në fal. Po të dalim në cimi. Kështu që kujdes ja, mirë. Mas e përmendi punën e gjuetisë edhe gjipin.
Do të më përmend një vetur patjetër që është shumë e përshtatshme për ata që i kanë qef këto sportet, çka më thon kësaj, sport ekstrem, se për më ngjit në mal nuk mundesh me lloj-lloj veture. Nuk është ekstrem, po kënaqesh. Sport simpatik. Po për dikon është ekstrem e vërtetë. E kam fjalën për terren, për shembull, duhet më shku me vetura që janë të përshtatshme, se jo me çdo lloj veture mundesh me ngjit, sidomos tani ka Rugova që është shumë vështirë. Kështu që shkoni në Toyota, e keni për shembull super veturën RAV4 në super ofertë. Mandej keni Corollën, Yaris Crossin, pothuajse shumicën e modeleve më të mira të Toyotës i keni në ofertë. Autotrade i ka sill krejt modelet për Republikën e Kosovës, plus ka ofru mundësi pagese me shumicën prej bankave në Kosovë me këste. Kështu që shkoni atje, zgjedheni modelin e preferuar, për çka do qoftë, për mal, për tokë, për qytet, për biznes, për përdorim familjar, cilën do që e merrni keni me pas me 10 vjet garancion. Vetëm Toyota e ka këtë një version Toyota RAV4 që është në super zbritje dhe e diskutuar me ndritin, domethënë është çfarë pas ka ndodhur kështu, po shkoni ju atje, bëni një test drive dhe merrni çmimin. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, si jeni dhe si kaloni? Përshëndetje, Luas Kamonat. Ku je, more, ku je, s'na ke thirr moti? S'na ke thirr moti, çush je? Ai. Si, lago si, s'ka po plaka në mëdhi, 3 kolesi po me hi, një das, një pas, një homë me zezas. Ta njefshat mi, do më thonë ti ki qef me thurr vargje kur bjen shi, a? Me kjef pak, Bravo! Edhe që mija, se jo që në shku brat. Po bret, zdi pse më rolin njerës kur bjen shi? Zdi pse? Qka ndodh kjo? Hajde, një dit me shi me pëlqen të... Majtin atë jaftin. Një dit me shi me pëlqen të... Qka të pëlqen me botë ty një dit me shi? Me pëlqen kësira hënë ka gjatë e smos. A dhe ti do më thonë ki qef me flejt, a? Po shka me bo këtë plakën njej. Kur jo se di. Me ne qut. Kur të vinë që atë mosht ka dhe shka. Ball këna me flajt. Jo na knoqe, faleminderit, të në kalofsh mire pas një pasditet mrekullueshme. Faleminderit. Shi, lage tokën me tani diçka me pjome dhe me ploka e pa diçka kjo a kish. Me faqet e Skënderit. Apo? Poshti topa të sheqerit. E mverit. Ade. Që të telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Tash më s'po me azveqone. Alo, përshëndetje. Jo, më shvati se të shku afër me shpërthy. Veç pak se afrimi. Afrim kesh, më s'vjen kesh. Përshëndetje, e një mirë. Qysh je a i mirë, nuk të ka një pëmdoket. Qysh je afrim a je mirë? Mirë, falënderit. Qysh kalove sot? Po mirë, vëlloj, të na nuk ko shi nërë, shëshër. Te ju breshër, a bora, qka? Te ka dilën, nashta vjen tani njerë. E temperatura qysh janë? Për ndryshe për Finland po flasim me afrimin. Mirë, për Finland krahasim me vitet e kaluara mirë, po zbutet koha, fatkeqësisht. Sa të pare mirë, është mirë. Afrim, çka preferon me bona një ditë me shi? Unë se përcjella tek fillimit, po unë për vete kam qef. 90% thanë me flajt. Edhe me flajt. E para çka ke? Me qenë dritare në me flajt. Me ti ajri pastër edhe me flajt. Tjetër? Që është ma e mira, tjetër se në për ndryshe mu së më pengon një mësu se une në punë shpe në kom edhe këthejna në kom. Shi, bor, dil, shka ke. Nuk më pengon edhe me hec, nuk më ka pengu edhe me dollë për vrapojsha për pora, tash jem të vrapu me dollë me vrapu për kapsulën dem, li kampionve. Knasien një lojës të futbolit që e këm lu në përshi këto në Finland, nuk e harrej kërë. Të më thonë, ka pas kohë kur ke lujt futbol në kohë me shi? Në përshi, para kjo punë i ka 20 vjetë në maki, veç ajo është knasia mole, të më thonë, në përshi me lu futbol. Faleminderit Afrim, të përshëndes shumë, gjëmë të mbëll. Hajde kaleni mirë, përshëndeson. Po ndryshe shumë e shëndeshme me flajt me dritare qel, verë dimër. Po e vërtetë. Verë zëshqysh, po dhe dimër të më thëmë preferohet me flajt me dritare në hapun. Ftoft është, po mlosh. Ki nevojë nëse do me flajt me dritare hapun të ljash flemës, bajgore. Është kjo praktika e shteteve skandinave që i lojnë fëmijët jashtë në kopsht i qesin jashtë me flajt. Praktike vobeksis, me ta lënë mbrana 18 gradë më mërdhitu, më thonë kush ka me nga të vishkësam, po hajde këtu të kallëzoj që do të me mojtë në zatë dimnit.
Dhe kur gjas na ka gjet. Alo Termokosi nuk janë aktivizu, kishin thonë edhe një vetë që nuk e lëshojnë. Marrin asë, u kanë ftoft, s'kan pas mundsi, kanë thonë mësoni çështë më nejt në ftoft. Për çata na jemi çdo 2 javë te mjeku. Po jena se për çata na kena mjek, ata s'kan as mjek. Nëse kur doni me nxe mirë, ngoni, merrni kondicionerët midea edhe keni me nxe venin që doni. Kur doni me flla ditë verës, a pet me çat kondicioner. A më varet freskët është fjala. Ajo e pastron ajrin, ai i kryen këto punë, ka inteligjencën artificiale, i mod krejt ato çka duhet, edhe ju kursen energji elektrike 30% më shumë. Kështu që e bleni kondicionerin Midea, edhe futeni lojë shpërblyese, edhe çfarë do produkti Midea, futeni lojë shpërblyese për veturën elektrike BID byt. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Ndëgjuese nga Prishtina. Si jeni, si kaloni ndëgjuese? Mirë, faleminderit. Po ju ajni mirë apo lodhme? Mirë, faleminderit, edhe na mirë jemi. Në një ditë me shi, më pëlqen të? Më pëlqen telefonin dorë, një kafe të mirë që të dhe... Ta një e fshat mirë. Dhe gjumë një mozit mirë edhe... Ditën e mirë. Edhe kur gjo kërkujna. Në ditë me dilë, qka bën ti? Njëjtën veç jashtë. Njëjtë se punoj. Anshis ta mërmenja me dol mu i spaci, qysh me dol? Qysh me dol? Është në rëndësi që është po dhe, s'ki qysh me dol, thuj se ishe qëri po shkrijet na kemi përbërit të lartë të sheqerit në organizëm. Tëng, kalof mirë. Konsumojmë shumë sheqer për ndryshe, e dojmë sheqerin. Po shkrijum, a? Edhe normal që kur dalë shi shkrijesh. Po thu që pisha sojna e kena qina që ka shtonë. A ke ba gjendje në qytetit kur ka shi. Po, merni mëre për qata është vetura, po më zbëne e gare, për qata është mësë mu log, mësë mu përly. Po, me rëndësi nuk logësh. Normal. Këto momente ka kolon shumë gjatë mi u qasë rrethit Qaklavicës drejtim Prishtinës, dhe ata kolon shumë e gjatë. Po, kur vini poshtë vetërnikut e keni kolon prap deri tek rrethi duplex, për mi u qasë rrethit ka kolon nga fshatin Shkabaj, rruga Gim Ramadani është ngarkuar nga udhkryqi i Menzës te komuna dhe Anasjeltas. Këto janë informatat që kanë arrit për gjithë juve që në këto momente jeni në për vetura. Që telefonata e radhës? Alo. Përshëndetje, kush na telefonon? Aspedina. Jo spedit, ja Pedin. Po Pedin. Ole vetë. Qysh ja Pedin, ai e mirë. Mirë, faleminderit. Ai tu pi çaja. Cime se keni? Mirë është dej dikon. A Pedin ai tu pi çaja? Jo, valla. Mudak. Hajde tregom çka të pëlqen me bën në një ditë me shi. Po, një ditë me shi është e mrekullueshme se spari e pastron ajrin, e ngjit tokën me ujë, edhe flaj sikur kënç. Që hapet. Edhe ti preferon me flajt? Po, valla, kur bie shi kam marak me flajt. E na që jena në punë për shembull që duhet me dalë në punë, çka me bona? Që preferojna me flajt? Jo, vazhdoni se e keni hobi. Po, mire ki. Na nxunin kusht këto avedi. Do shta me marrë tash një. Kena gabu që kena thonë. Jo, e vërtet është. E vërtet është Mustanin. Se vishë na quhet so për këtë emision shtash plena. Dash me prish zhumin mu ly avedin. Hejt, përshëndes, faleminderit shumë. Ju përshëndes, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit. Heja kom një lutje për shoferët një me në qytet, se e dim që rrugët e kryeqytetit disa janë të asfaltuara, por disa janë, domethënë, edhe një gjendjen të asfaltuara. Edhe krijojnë ato liçenet e vogla, edhe në momentin kur po vozhisim me shpejtësi, domethënë kalimtarët po bëhen. Ja, ka dale. I bret. Ndëm, hajde. Ndëgjëm. Hajde. Jo, për shoferët, ju lutem, këm pësor me vete shamponin, edhe po, rëni gati, si djenë, e kryne këtë farë obligimi, më zbani, e gare. Ose na i qadër, që është deri poshtë, kështu, elshume. Ma letë e keni me shampon. Na i qadër dursit. Nga një, këse 2 në 1, do me thonë edhe për krye dhe për trup, që mës ju bjenë shumë që bjenë me na i grop, edhe se din heqe i tura, do me thonë edhe ajo ndodhë. Pau, vish kër e shëvetën edhe ke bo aty në dyant. Opa. Alo? Pas ka dikush qef me marë frym. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, kush na telefonon? Shpëtimi. Prej nga na telefonon Shpëtimi? Mitrovica. Si është Shpëtim? Mirë. Si është Mitrovica? Mirë me shi. Një ditë me shi. Më pëlqen të? Një ditë me shi shumë e bukur. Çka të pëlqen me bun me një ditë me shi? Oj, me thonë drejten. E ndrej kroj. Unë pëlqen
Vetë me nejt me shoqen. Me shoqen rren, ha? So shoqe i ki? Me nejt. Ani shpëte vani. So shoqe i ki? Jo. Veç një, ha? Me të shoqen, tha. Me shoqen. Mose ndro këtu. Me shoqen, tha, jo me të shoqen. Ja, pa të, tha, me shoqen. Shpëte ma the me të. Tash kjo më në të më nëzër? Ja, me të. Po, me të, po qysh jo se është të ngu. Me shoqen, tha, po tash po ko qef më nëzër, nejse. Okej, Ani, qëndrim të kënd shumë aty? Faleminderit. Hajde, kalosh mirë. Miru dhe gjofshi, faleminderit, Fola Mitrovicës. Po shkojna shpejt dhe në Albimol, tani po kthehemi me telefonatat e tjera. Për në vendindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Bankë Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësuar për çush mu vesh bukur, çush mu dok tri kur i bojmë do vjet, e çush mu dok serial kur duhet. Qysh mi kombinu ngjyrat. E qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën në Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka më nejt, e lojt më interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E ndjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka në kam su. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje sonë. Mosu më shzet në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsën, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Po rikthehemi në pjesën e dytë, a den tash ka dale krejt, a fjon? Mos gabo me kesh. Okej, vish t'ju tregoj Petrol Company në Çaklavis në të dy anët e rrugës, që ato do të më tregu se është me interes publik. Në të dy anët e rrugës është i ka derivatet me super çmim. 1.18 e keni benzinën dhe dizelin, ndërsa në Ajvalie keni 1.17. Dhe mos harroni se secilën mbledhje që bëni e merrni kuponin edhe bëni pjesë e lojës shpërblyese. Gent, tash kena vendos me majtë emisionin. Na e dërgoj një mesazh drejtori jonë edhe na tha që po do kemi shumë energjik, shumë lumtur e krijani për një ekstra arsye që s'po du me përmend, që veç po dojna mi tregu që nuk është e vërtetë. Shumë mirë, tha, veç vazhdoni çështu, tha që vazhdoni çështu. Pa deri muin tjetër, apet nisoj kam jap. Jemi shumë të lumtur, nuk po do të lumtur. Pa, po bile tha deri në fund vitit çështu ju la, tha veç vazhdoni ju çështu me kanë hapi. Po vazhdon që po premton, ma ka shkruar të premtoj që ashtu ka me kanë. Mos ja hap mesazhet. Mos ja hap mesazhet Gentit. Hajde të marrim telefonatën. Alo. Sa ata që s'ditin për çka e kena fjalën, domethënë menojnë që jena. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Hamidja nga një fshat prej Xhilonit. Po si, cili është ai fshat me Hamidja? Po ja Hanife, hin mrena se aty që boni është larg si me kom pi një fshatit pi Xhilonit. Hamide, jam prej fshatit Livoçi për jam mrenda. Okej, le Hanife se ky nuk din. Tregom ti çka të pëlqen me bën në një ditë me shi. Vallai me një ditë me shi më pëlqen mas shumë ti, me pas me kanë me nejt, me bo muhabet, me pi një kafe. Po, a ki me kanë? Dita ashtu me të bo monotone. Okej, ki qef me pas një ditë të gjallëruar me shoqëri, apo? Po, me shoqëri, me familjar. Shumë e mirë. Përshëndesim shumë, Hamide. Faleminderit shumë edhe ju kalofshi mirë. Fala Xhilonit.
Ditën me shi edhe me diell gjithë ju përcjellim. Faleminderit shumë. Faleminderit e vlerësojmë. Kaloni mirë, ju përshëndes. Faleminderit. Tonë edhe natë përshëndesim ty. Derisa ishim në Albi në katin e dytë, u ndalëm si zakonisht te Rubini me pa koleksionin në koleksionet e Më jap një rand te Rubini. Një rand si zakonisht. Mi pa koleksionet e linjës së diamantëve që keni atje. Për ju që halas e keni kry nesër tash tetori pak i keq për dasma. Nuk e di. Kush i keq? Shumë i mirë. Okej. Tamam me shiu muajin e mjaltit në tetor, në ditë me shi, së shpëtimi. E keni linjën e diamantëve, ju që doni me i bo propozim për shembull të dashurve tuaj, i keni aty, mandej e keni edhe linjën e arit 14-18 karat, stolit më të bukura nga ari i gjeni në Rubin. Katin e dytë e keni në Albi Mall, në rrugën Garibaldi edhe në dy pika tjera në Ferizaj. Alo, përshëndetje. Apo Ferizaj. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, gjyqaje. Alo, apo më dëgjon? Po. Si kalon? Që mirë, të ju ndëgju juve të rashi për jashtë. Apo bjen shi dhe te jo, a? Po normal. E ti gjysheni me hajtim se bjen shi. Oh no. A gjyshe? Gjyshe më su përgjegj. Hajtim se bjen shi. Po bjen shi normal, a i pisnohet të lëshën. Për pikën e qefit, thuj. Po jo për gjyshe s'ka shkollë me zbrit, mëse e shto. As më është me nalë ti, as me nalë une. Po s'ka shkollë me zbrit. Hajt gjyshet. Ato po e kom një. Po e ke një pse s'mal shove tash. Në një ditë me shi, më pëlqen të. Ja, njerë për të më folë tërgjon. Po a ditë e gjysheve sot. Dje i shkon, po le se Fiona Fore ka pos. Mi u thonë kështë sot e që dje u kon. Dje i shkon. Dje dhe sot. Dje i shkon. 2 ditësh. Do m'ja thonë të reshta, ishtë një gam një pa. Hajde gjyshe, a jënë reshtat? Në, shi, lega tokën me buri. Arshimin edhe Fionën më se lenin shpi me hi. Qëse? Ej, e kjo është ashtë një dytën. E pse qka bënëm na dy? Qka bënëm na? E mjegla kur vjen për shemën në bjesh, këndzan mjegla. E shto mjegla. Po? Edhe tash kur shketi të poshtë, kur viti për pjetë në bëke moti legë. Kur shketi të poshtë, ne edishtë që bëhet moti mirë në bjesh. Shpirujt vetë ose letë. Edhe kemi knu e kohën. Mje gullik, se po vinë sharagjit. Me t'i prej hajmelit. Hajmelit e fushë, mjegla për shkonuse. Qyte, e që ka ndodhë këtë anja, a i ke ajo? Ndodhë ke i ke mjegla shketi të poshtë në shpe, dhe nena bike dili. E tashti shka një dit me shi, me peqete, në ka është të ri, në kra djak, dy durët në kry, edhe t'ju shikoj juve drejt për drejt në televizore që jeni matë mirët edhe misioni maj mirë. Faleminderit gjyshet, përshëndesim shumë. Faleminderit. Ton kalov shmirë. Jo, më gjyshena për qatë punë jena me ndëgju këto. Edhe falenderojna shumë që i kishe shkru do vjersha. Nejse mua Fionën na lej, ashtë sot po qka me bo. Na e di që edhe në dit me shi motorë e ka atë jeshin e vetë. Do më thonë knaqësh. Plus ka aksesor që ta shte ki mundësina po kuptën me mbuluat pjesën për edhe te Ventoro Motors, nëse dëni me shku me i pata motorët e mrekullushme edhe me marrë ofertat mrekullushme, Ventoro Motors tek Automita. Ja telefonata radhës. Lagje motorin me buri. Cimi edhe Fiona jashtë, nejse, si përfëndim. Na lan neve jashtë. Na lan jashtë. Seriozisht. Atë se hajde bënë edhe një arcim që do. Si ma herët që e bune. Jo se di se vish një herët. Se një kandidat për kryetar bune. Jo bre. A që ata më pas kamet në ashta ku me dit. Shumë e vërë. Ka gropa në kryqtet. Po jo, se qysh po bjen po. Qysh po bjen adin ta shqy po bjen me vetë. Po të nëzinet. Priti të më dhe. Ka kolon në shtet. Qfar thua? Na ka shkru genti prap. Jo të lute mos ja hap. Ate tjetra. Mos ja hap. Alo. Alo, përshëndetje. Po që pas ka kesh. Ha, adë në kështë që qas. Knaqët. Alo. Alo. Përshëndetje. O, përshëndetje, me kë po flasim? Si po kaleni, mirë? Mirë për mrekulli. Kush na telefonon? A jeni drejt për drejta? Live jemi. Po, live. Po, bravo, ju ku fësallaj në knasht. Faleminderit, kush po thire, apo do në më prezentua jo? Si po dëgjoj mirë. Qysh po dëgjoj mirë, ti moja telefonin të veshi. Unë e përshë që se ki telefonin vesh. Me kamerë këthirë.
telefonin, tha tek këshyrje. Po jo më po të presim prap, kush do që keja? Fat me emra ju. Se ka ditë që jena live, ka thonë mos është inqizim. Okej. Jo, po ka probleme sigurimi internet. Si ka shi në Kosovë prishet interneti. Alo. Unë me siguri jam live. Live je live. Adi, përshëndet. Kush edhe një herë? Adi. Wow, ku je Adi? Kësajde në për Prishtinë. Më vjen mirë, si mi dëgju mati? Se kemi 1.93. Mirë është. Ka rënë në 1.85. Në top form, po jo bash top, po top i rugbit. A më në form, po. Top i futbollit amerikan. Adi, në një ditë me shi, çka të pëlqen me bo? Po më që ditë kënë 1.93 sepse po punon vend se me flajtën në këtë shi. Ja, s'ka shans me flajtën në shi. Jo, po këna flajtë. Jo, në shtret jam veç edhe pak do me marrë gjuve. Por që ata na dolëm jashtë na lok shiu na rrit. Një në atë të tre nuk buon veç hajt. Po, s'ka shans veç hajt. Do me thonë edhe ti pas ke qef me flajt, me ndru krohun. Okej, mamani. Ale kur të dëgjoj pikat e shiut ka ditë, tak. Ra jashtë. Do i rrugove, shtë t'ja. Po. Adi të përshëndesim, gjëmë të mbëllë edhe ty, që me thonë? Jo dua. Edhe na të dojmë shumë. Kaloni bukur. Do ku ma shpesh, faleminderit. Vish ka në emisioni, vish pak, ma vonë, kanë 12 natës. Alo, përshëndetje, jo, pas ka shku përshëndetja. Jo më rej shumë knoq krejt, i shumë knoq. Hojtë ty se i shumë knoq, besëm, që dhe ata që kishin thonë, lese mira. A e bojnë ani podcast, se krejt po bojnë. Që natës, po e këshyrin ditën. Krejt po bojnë podcast ata. Ja, e këshyrin ditën, po tut na pe këshyrin ditën. Po, që ata s'pe bëj. Alo, ja di ishtë dole interesant. Së është me orara, jo? Po dëvish... Jo përshëndes Faria. Hajde Faria, si kalon? Mirë, po kalojmë shi. Mirë, po më vje mirë. Edhe në Gjilan në shi, po se ka pas nevoj, besa se s'ka pas edhe uj. Po, shumë e du kur të bina, mo... Taksun e duraja të far terrin. A terrin, po t'il shej dritat mrena? Terrin e vransines. Me ja përqush të drita tona. Do me thonë, unë e veç për mjegull nuk e du që të ko. Krejti kësha përmandu, me shime, krejti është mjegullën. Më i fari e uj ku e do mjegullën. Unë e du shumë mjegullën. Ja, unë se du më fari. Do me thonë, kemi një ujk në studio. Po i bje. Mujta me boat. Në një dit me shime pëlqen të... Mu me pëlqen me gatu i kur të qesh. Bravo bre Farosh. Qebre, bravo të koft. Kom gatu, i kum shtit 2 buk, i kum pjek. Mira e bukës në një dit me shi. Edhe pite edhe buk. Po, buk edhe hot ftap. Këta e hojnë piten me buk, që po menon ty në Gjilan. Mos ma te prat edhe buk edhe asi se tani po na munon lukëthi, se jo që s'po na kona. Ja, të bleme në bukën s'po na i kona, ma mirë kanë her me gatu. S'ka ma të mirë se të gatu me, po kush me gatu e fari. Ani këto trejat. Qëre, ishtë qaj durët një herë shihet. Falimderit shumë, përshëndesim, kalov shmirë. Falimderit, jo përshëndes. Tung, jem regullushme. Që telefonat a tjetër se po të pratë më? Alo. Kush telefonon? Neha. Hajde me, që shje? Mirë, jo, ajnë mirë. Mirë, i sot qena dhe bash mirë, po mirë. Me, qka të qenë ty me bo në një dit me shi? Në qëtë qovë. Veç gintin, ajde të dhujmë tën? Buat një konën. Po jovën, një konën. Qofë shumë formë time ti. Me, lene këtë mohabet është tuna një drejtori. Lene. Qofë shumë formë në tonë. Një konën, nuk e ti. Dhe të drejtorit. Po. Në që tjetra. Jo vazhdoj me mi. Me, qka të qenë me bu në një dit me shi? Se vesh në të loshe për nashtem. Në të rrugë, kështu vetë këto bëhet uji, edhe me doli me zonë pershin. Ka me vu. Ska me tjetër. Unë pëlqenë dhe kjo do me thonë. Ide e mirë. Me në zonë pershin shi interesant është. Këto bëhet uji po pershin bashkë kuhar e... Do me thonë që ato nuk intervenohet shumë në përlagjet e kryqëtetit, a? Për peshkim. Që me pas njerës me shka me umar, me pas aktivitet. Ko ka mirë me i hapë dhe restorane ofër aty, që me thonë që qëtu e kena, me një piktu i të zero. Po, eftoj komunën që mi furnizu gropat me peshqim, bile me pas gjallëri, biodiversitet e të jetë jo. Që s'moni me peshqim? Ide i mirë. Okej, falimderit me të përshëndes shumë. Rrim. Alo, përshëndetje tjetra.
Alo, përshëndet Arsim. Kush na përshëndet? Edhe uj që ju lutem në përshëndet. Po, Ekrem si kalon? Po mirë, po ju e jeni. Çka dën ujku Ekrem? Mjegullën. Ha? Mjegullën. A dën mjegullën ujku? Edhe kingjin më tepër. Po nejse, a mo mjegullën e don kështu më shumë, apo? Më shumë po. E ly mjegullën ai. Ej, më shumë i shkon. Në një ditë me shi, më pëlqen të ketë mjegull. Në një ditë me shi, po pëlqen Arsim një kafe me lezet me pi. Në një ditë me shi, të pëlqen një kafe me lezet me pi? Po, vaj. Kush e lezeti? Parë mini poezie. Lezeti është kur ta qetë shoqe kafen, e ajo është lezeti më. Qashto, mirë shumë. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Koshit Mender, ju përshëndes. Je lezeti i fundit për këtë ditë. Faleminderit shumë. Përndryshe faleminderit secilit prej juve mesazhet që i keni dërguar pas orës 17. Po në Glam Radio mundeni më dëgju Glam Radio 86. Në YouTube keni më pas emisionin. Deri nesër ju mos harroni me bë ata që duni me bë dhe në ditë me shi edhe me diell. Me jap shumë dashni, paqet plot shëndet. Du me falenderu për fund edhe Jeta Baholli, Hair and Makeup, që kujdeset gjithmonë për flokët e mia, edhe në ditët me shi që me qëndru, nuk e di që është gjendja, po mirë është. Kështu që faleminderit shumë, e gjeni në Instagram edhe në Facebook, Jeta Baholli, Hair and Makeup. Vazhdoni që ndroni me ne edhe për një orë jena bashkë me pjesën e dytë.